erdha këtu për t'ju treguar mbështetjen time të plot për objektivat tuaj kaq ambicios për cilët ka treguar ekipi im dhe më kanë thënë edhe që janë objektiva realist, jo thjesht ambicios. Dhe ju citoj kur ju thoni që dëshironi që negociatat të përmbyllen deri në fund të vitit 2027. Dhe ne po ecim në rrugën e duhur, pra jemi mirë në udhën e duhur, në udhë të mbar, sepse janë hapur tashmë grup kapitujt e caktuar, dyshi, treshi, gjithashtu do t'jenë edhe gjithë grup kapitujt e tjerë. Dhe siç e dim edhe ne, nuk bëhet fjala vetëm për hapjen e këtyre grup kapitujve, por edhe për mbylljen e tyre, dhe jam e sigurt që me të gjitha reformat që ju po kryeni, kjo do t'jetë e mundur. Pra, me shumë dëshirë, duam që Shqipëria të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Ju e meritoni, sepse me ju brenda Bashkimit Evropian, Europa nuk do t'jetë thjesht më e madhe, por edhe më e fortë. Gjëja tjetër e rëndësishme që dëshiroj të them është që ju jeni ishull stabiliteti. Ju keni marrëdhënia të mira, të fqinjësisë së mirë në rajon, dhe kjo është ndonjëherë diçka që ne shpesh e harrojmë. Ju jeni kampion për bashkëpunimin rajonal dhe kjo është shumë e rëndësishme. Unë jam komisionerja e parë që në fakt vin nga ky rajon, kështu që unë e di vetë se çfarë të luftosh fort që të bëhesh antar i Bashkimit Evropian. Nuk është se vjen thjesht sot për nesër, por do shumë punë dhe të bëhesh pjesë e këtij klubi, pra gjithë puna që ju po bëni. Edhe ky është angazhimi im, ashtu si edhe i juaj, dhe jam e sigurt që ky do të jetë suksesi ynë i përbashkët. Dhe sigurisht, edhe fakti që ju jeni të harmonizuar dhe në përputhje të plot 100% me politikën e jashtme dhe atë të sigurisë së Bashkimit Evropian është vërtet fantastike. Po, unë shpresoj që ne sot do të kemi ratifikimin në parlament të dyja marrëveshjeve të cilat janë të domosdoshme, në mënyrë që ne t'i japim Shqipërisë shifrën 1 miliard euro, një pjesë në hua, një pjesë tjetër me grante, në mënyrë që të kryhen të gjitha reformat e domosdoshme për Shqipërinë, por edhe për të bërë të mundur që ju të jeni gati për të qenë shtet antar, sepse ky është edhe objektivi kryesor i planit të rritjes, që është edhe pjesë e integrimit gradual, ku ju po ecni vërtet shumë mirë. Ju keni thënë shumë herë në të shkuarën që do të ishte mirë, gjë e mirë, sikur vendet kandidate përpara se të bëheshin shtete anëtare, të bëhen pjesë e BE-s me anën e rrjeteve të ndryshme, për shembull kjo po ndodh me SEP-ën, kjo po ndodh gjithashtu edhe me korridoret e gjelbra, po ashtu edhe me planin e rritjes. Dhe më kalon shumë bresa në fakt edhe reputacioni juaj për mikpritjen, për mirësinë, dhe ma kishin thënë këtë gjë më parë, po unë e kam përjetuar tashmë. Dhe nuk është thjesht puna se si më keni pritur, por edhe se si keni pritur Kolegjin e Europës, edhe se si Parlamenti Evropian ka vendosur që të hapë zyrën e vetë rajonale pikërisht këtu në Tiranë. Pra, bëhet fjalë për bashkëpunimin rajonal, bashkëpunimin rinor. Ju keni organizuar summitin e Ballkanit në vitin 2022, procesin e Berlinit, summit që organizuan vjet, por gjithashtu edhe për komunitetin politik evropian që do të organizohet si vjet në maj, dhe natyrisht ju keni qenë shumë i suksesshëm dhe keni sjell edhe organizatën e futbollit pra për nën 21 vjeçarët, dhe që kjo do të ndodhë në vitin 2027. Kështu që është super fantastike kjo që po bëni ju, është madhore. Ne të gjithë e dim tashmë që fokusi, vëmendja duhet të jetë tek zbatimi i reformave të cilat janë miratuar, por natyrisht edhe tek përshpejtimi i konfirmimit të gjitha reformave të tjera, e në veçanti sa i përket reformës në drejtësi, të cilën e mbështes tërësisht vetë, sepse është edhe gur themeli i procesit të integrimit evropian. Më lejoni të them që ecuria për grup kapitullin themelor është shumë i rëndësishëm, sepse me atë u hapën negociatat, me atë do të përmbyllen, kështu që me atë do të përcaktohet dhe ritmi i negociatave. Ne të dy nuk jemi thjesht pasionant për Europën, por jemi edhe të fokusuar dhe të orientuar drejt objektivave, që do të thotë që ne e dim se çfarë duhet arrijmë për të sjellë rezultate. Ne do të japim këto rezultate
Edhe nëse vetë qytetarët shqiptar, publiku shqiptar, do ta mbështes tërësisht të gjithë të punë që ne po bëjmë. Prandaj, për mendimin tim, është shumë e rëndësishme që procesi antarësimit në BE të jetë një projekt i të gjithë shoqërisë shqiptare. Pra jo thjesht vetëm se çfarë po bëni ju, qeveria,